Në errësirën e hershme të mëngjesit të 3 shtatorit 2025, një varg e vogël kënaqësie u largua fshehurazi nga një port pranë Algjerit, kryeqytetit të Algjerisë, dhe u drejtua në veri në hapësirën e errëdhit të gjerë të detit Mesde. Kjo nuk ishte një udhëtim peshkimi apo një shëtitje qetë. Ishte një akt i dëshpëruar, guximtar dhe jashtëzakonisht i rrezikshëm rebelimi. Në bord ishin 8 djema adoleshent, më i madhi vetëm 17 vjeç, më i vogli vetëm 14. Ata kishin vjedhur një varg moderne me fuqi të lartë dhe të armatosur vetëm me një aplikacion navigimi dhe në smartphone dhe një dëshirë të përbashkët për një jetë tjetër, po përpiqeshin të kalonin një nga rrugët migratore më të rrezikshme në tokë për të arritur në Evropë. Kjo është historia e vërtetë dhe e pabesueshme e udhëtimit të tyre të pamundur. Një histori që tronditi dy kombe dhe zbuloi arsyen zemërthyese pse një grup nxënësish të shkollës së mesme do të rrezikonin gjithçka për një ëndër. Por para se të fillojmë historinë tonë, shtypni butonin e pëlqimit. Sigurohuni të jeni të abonuar dhe prekni ziljen e njoftimeve që të mos humbisni asnjë nga historitë tona të reja të pabesueshme. Për të kuptuar pse 8 fëmijë do të vidhnin një varg dhe do të lundronin përtej detit, duhet të kuptojmë fillimisht botën nga e cila po përpiqeshin të iknin. Në Afrikën e Veriut, veçanërisht në Algjeri, gjenerata e re përballet me një krizë sociale dhe ekonomike të shpresës. Pavarësisht burimeve të mëdha natyrore të vendit, papunësia e të rinjve është jashtëzakonisht e lartë dhe mundësitë për një të ardhme të begatë mund të duken të paarritshme për shumë të rinj. Kjo ka çuar në një fenomen të njohur në dialektin lokal si Alharaga, që përkthehet si të djegurit. Është termi që u jepet mira të rinjve të dëshpëruar që zgjedhin të djegin dokumentet e tyre, të djegin të kaluarën e tyre dhe të djegin kufin, duke u përpjekur të bëjnë kalimin e rrezikshëm të palishëm detar drejt Evropës në varka të vogla dhe të mbipopulluara, të njohura si pateras. Është një udhëtim që ka marrë mijëra jetë, një dëshmi tragjike e dëshpërimit që e nxit atë. Tradicionalisht, Haraga kanë qenë të rinj në të 20-tat dhe të 30-tat e tyre, por vitet e fundit ka lindur një trend i ri edhe më shqetësues: rritja e fëmijëve Haraga. Protagonistët e historisë son janë 8 djema adoleshent nga lagja bregdetare Tamfest, e njohur dhe si La Peruse, një periferi në lindjet e Algjerit. Ata ishin sipas të gjitha dëshmive nxënës të zakonshëm të shkollës së mesme. Nuk ishin kriminal apo delikuentë ashpër. Ishin djemë që, si shumë të tjerë të moshës së tyre, ndjenin se ardhmja u ofronte pak shpresë në dheun e tyre. Sipas aktivistëve vendas që i njihnin djemt, ata si shumë të rinj algjerianë ishin të magjepsur nga një vizion romantizuar dhe i rrezikshëm i jetës në Europë. Një vizion i ushqyer nga një rrjedhë e vazhdueshme videosh në platforma si TikTok. Këto video shpesh portretizonin Haragat jo si emigrantë të dëshpëruar, por si heronj popullor, aventurier që kanë pushtuar detin dhe tani jetojnë një jetë të lirë dhe të begatë. Për një grup adoleshentësh të ndikueshëm që ndiheshin të bllokuar, këto video nuk ishin thjesht targetim, ishin një thirrje për veprim. Kështu ata filluan të bënin një plan që ishte paqë e thjeshta dhe guximtar. Ata zgjodhen një varg kënaqësie moderne dhe të pajisur mirë me vlerë mbi 500 milion skentim algjerian, ankoruar në portin e tyre lokal. Për javë të tërë, ata mblodhën fshehurazi burimet e tyre, duke përdorur motocikletat e tyre të vogla, filluan të grumbullonin benzinë, duke mbushur bidon pak nga pak. Pastaj, në natën e 2 shtatorit 2025, në mbulesën e errësirës, ata hyn fshehurazi në port, thyen bravat e varkës dhe, me një shfaqje të habitshme të njohurive teknike, arritën të ndezin motori me fuqi 85 kuaj. Pa përvojë reale detare, pa GPS profesional dhe pa mbikëqyrje të rriturve, ata zgjidhen litarin e ankorimit. Ndërsa familjet e tyre dhe gjithë lagja flinin, 8 djemt, më i vogli vetëm 14 vjeç, drejtuan varkën e vjedhur jashtë portit dhe në det të hapur. Udhëzuesi i tyre i vetëm, një aplikacion i thjesht navigimi në një smartphone. Udhëtimi për te Mesdeut është i rrezikshëm dhe për marinar me përvojë në anije të mëdha dhe të pajisura mirë. Për 8 adoleshent, në një varg të vogël kënaqësie të hapur, ishte një bazë gati vetvrasës. Deti ishte i paparashikueshëm dhe udhëtimi i tyre ishte i mbushur me rreziqe. Sipas njërit prej djemve që më vonë rrëfeu historinë,
Motori i tyre dështoi të paktën 5 herë gjatë kalimit. Çdo herë ata gjendeshin të lundronin pa kontroll. Një pikë e vogël e pafuqishme në oqeanin e gjerë dhe të zbrazët, dhe çdo herë përmes një kombinimi të fatit të pastër dhe zgjuarsisë së jashtëzakonshme, ata arritën të bënin riparime të shpejta të improvisuara dhe të ndisnin motorin përsëri. Në Algjeri një panik po shpërthente. Familjet e djemve u zgjuan për të gjetur djemtë e tyre të zhdukur. Pronari i varkës mbërriti në port dhe zbuloi se anija e tij e shtrenjtë ishte zhdukur. Raportet u dorëzuan dhe filloi një kërkim i dëshpëruar, por askush nuk dinte ku të shkonte. Djemtë kishin zhdukur në hapësirën e pafund të Mesdheut. Pastaj, pas më shumë se 15 orësh raskapitëse në det, ata e pan atë, një vijë zbete e errët në horizont. Ndërsa afroheshin, vija u shndërrua në vijen e ashpër drejtare të ishullit spanjor të Althës. Ata ja kishin dalë. Varka e vogël e vjedhur e dëmtuar por e paprekur u drejtua me vrull drejt bregut. Një val gëzimi triumfues gati delirës shpërtheu mes djemve të raskapitur. Ata kishin vënë jetën e tyre në lojë kundër detit dhe kishin fituar. Kur ankoruan varkën në brigjet ranore të Playa d'Envasa, një plazh i njohur turistik, ata nuk po festonin vetëm mbërritjen, po festonin arratisjen e tyre, por festimi i tyre zgjati pak. Mbërritja e varkës së vogël të pa-identifikuar ishte vënë re nga shërbimit lokal spanjoll të shpëtimit dëmtar, të cilët kishin njoftuar autoritetet. Turistët në plazh shikonin me një përzierje konfuzioni dhe kurioziteti, ndërsa 8 adoleshentët e raskapitur, por sfidues, u rrethuan. Pjesa e parë e udhëtimit të tyre kishte mbaruar. Udhëtimi i dytë, më i pasigurt përmes sistemit të ndërlikuar ligjor dhe humanitar të imigracionit evropian, sapo kishte filluar. Këtu historia kalon nga një aventurë në det të hapur në një çështje komplekse sociale të ditëve tona. Për shkak se të 8 djemtë ishin në moshën 18 vjeç, ata nuk u trajtuan si emigrantë të palishëm tipik. Sipas ligjit spanjoll dhe ndërkombëtar, ata u klasifikuan si të mitur të huaj të pashoqëruar, një kategori e veçantë e mbrojtur. Ata nuk u arrestuan menjëherë dhe nuk u futën në një qendër ndalimi. Në vend të kësaj u dërguan në një qendër pritjeje, u bën kontrolle të plota mjekësore, u dhan ushqim dhe rroba të pastra. Deklaratat e tyre fillestare u morën dhe më pas u vendosën në kujdestarinë zyrtare të shërbimeve sociale spanjolle. Ata tani ishin në fakt të kujdesur nga shteti spanjoll. Mbërritja e tyre nxorri në pa fenomenin në rritje të rrugës algjeriane, një rrugë migratore e re dhe gjithnjë e më e zakonshme, që po sillte një val të miturish të pashoqëruar nga Afrika e Veriut në ishujt balearik të Spanjës. Në Algjeri, videot që djemtë kishin postuar për mbërritjen e tyre triumfuese filluan të përhapeshin si zjarr i egër në rrjetet sociale. Lajmi solli lehtësim të madh për familjet e tyre të shqetësuara, por gjithashtu ndezi një debat të ashpër dhe të pasionuar kombëtar. Si mundën 8 nxënës të shkollës së mesme, vetëm 14 vjeç, të planifikonin dhe të kryenin një arratisje kaq të rrezikshme dhe guximtare pa e vënë re askush. Pronari i varkës së vjedhur, ndonse ndoshta i lehtësuar që askush nuk u lëndua, tani përballte me një makt burokratik për të rikuperuar pronën e tij të shtrenjtë, e cila tani konsiderohej provë në një incident ndërkombëtar dëmbar nga autoritetet spanjolle. Qeveria algjeriane u përball me një situatë thellësisht të turpshme. Ndonse nuk pati asnjë deklaratë zyrtare direkt për rastin specifik të 8 djemve, presidenti i Algjerisë në një fjalim që erdhi vetëm një ditë pas shpërtimit të lajmit, foli për çështjen më të gjerë. Ai tha se nëse bota donte të ndalonte emigracionin e palishëm, duhet të investonte në krijimin e vendeve të punës dhe mundësive për të rinjtë të Afrikës. Ishte një pranim i tërthort i dëshpërimit të thellë social dhe ekonomik që i kishte shtyrë djemt drejt detit. Incidenti u bë një simbol i fuqishëm i një gjenerate që ndihej se nuk kishte të ardhme, një gjeneratë që shinte një vark të vjedhur dhe një kalim të rrezikshëm detar si një rrugë më shpresdhënëse se sa ajo që u ofroi në shtëpi. Historia e 8 adoleshentëve që vodhën një vark për të gjetur një jetë të re është një tregim kompleks dhe i fuqishëm nga bota jon moderne. Është një histori e guximit të pabesueshëm, e dëshpërimit dhe tërheqjes magnetike shpesh mashtruese të një ëndre, por mbi të gjitha është një dëshmi zemërthyese një gjenerate të rive që ndihen kaq të rësisht pa shpresë në shtëpitë e tyre, sa janë të gatshëm të rrezikojnë jetën, të lundrojnë fjalë për fjalë në të panjohur në një kërkim të dëshpëruar dhe ndoshta naiv për një të ardhme.
Udhëtimi i tyre ishte një akt i paligjshëm, një akt vjedhjeje dhe pakujdesie të madhe, por gjithashtu ishte një akt i fuqishëm proteste, një thirrje për ndihmë që u dëgjua në të gjithë botën.